Mi mbrëma takohemi së bashku në emisionin Konak në televizionin Sot 7, jemi drejt për drejt në studio e këtij emisioni. Sonte në Konak do të flasim për turizmin në juglindjet vendit, do të flasim për guidët, do të flasim për shtigjet në zonat më interesante, më të kërkuara, më të bukura të juglindjes së vendit dhe jo vetëm. Sigurisht do flasim për kontributin qytetar të Korça Alpin për sa i përket mbjedhjes së pemëve në kodrat e njohura të qytetit të Korçës dhe jo vetëm. Për këto dhe shumë të tjera, së bashku në studio jemi me pedagogun e Universitetit të Korçës, Eriseld Kalemaj. Faleminderit që jemi së bashku në Konak. Faleminderit rrotesën, kënaqësi. Kjo pjesa turistike, kjo pjesa ngjitjeve në male, interesant. Korçarët për hir vërtet se kanë traditë ngjitjen në male, kanë traditë të hershme. E kanë pasur traditë. Madje edhe kur hiking ishte një koncept i panjohur, korçarët e bënin, e kishin veprim. Dhe ka qenë një traditë shumë e bukur, duke filluar që nga kodrat e qytetit, Mali Moravës, Pozdoveci, dhe fundjavat ishin të tilla, me grupe shoqërore, me familjet e tyre, edhe ka qenë traditë. Më pas u ngritën edhe grupet e alpinizmit, të cilët eksploruan të gjithë majat e maleve në gjithë Republikën e Shqipërisë. Kjo është e vërtetë. Pra, më qenë se ti më kujtove dhe hyre këtu tek pjesa e kodrave të qytetit. Pra, ato kodra mbi qytet, unë ndofta edhe për shkak moshët, e duke qenë se kam shumë vite, kam 42 vite në qytetin e Korçës si shkodran që jam, i majmen një pjesë me akacie, por dhe bimësi e lartë, bimësi tjetër. Aty ku duket korçarët jo dhe kalonin fundjavën, sepse ishte një ditë pushim, ishte vetëm dita e diel në atë kohë. Korçarët familjarisht pothuaj që e kalonin aty, por ajo festa një majit, duke se kthehej në masive, gjithë Korça ishte atje. Kthehej pak a shumë si festë në natyrë. Ju e keni arritur? Ja. Ta kanë treguar besoj? Ma kanë treguar. Pothuajse të gjithë më kanë treguar sa të bukura ishin dhe përshkrimi që kanë bërë atyre vërtet është për të ardhur keq, se si ato më pas u degraduan. U degraduan. Kërkesa juaj, por edhe bashkisë së Korçës nga ana tjetër, me ndërmarrjen e shërbimeve, vit pas vitit kanë bërë mjedhje aty, por edhe ju keni një kontribut të jashtëzakonshëm. Faleminderit. Modest dhe qytetar. Përpiqemi, po ideja ishte më tepër për të angazhuar qytetarinë korçare për t'u kthyer natyrës. Ashtu siç korçarët kanë qenë të lidhur me natyrën, me mjedisin dhe janë kujdesur për të, ndoshta në një moment çmendurie kolektive, siç ka qenë vitet 97 e kështu me radhë, degraduam edhe e shkatruam atë bukurinë natyrore, pse jo një gjenerat tjetër, një brez tjetër, t'i kthesh edhe ta bënd atë atraktive dhe të pasur siç ka qenë. Kuptohet kjo do vite dhe është, si të thuash, të mbjellësh sot për një brez tjetër dhe për një periudhë tjetër kohore. Në fakt, duke bërë kronika edhe për ju, por edhe për bashkinë në krahun tjetër, maj mend që duke bërë një lajm, pra diku përballë shtëpisë së pleqjve, se nuk po më pëlqen të them azili. Të moshuarve. Pra, e thatë shumë sakt, është një pemë shumë e madhe, dhe gjithë pjesa e kodrës akacie është. E gjithë pjesa e kodrës e gjveshu ka qenë dhe maj mend që bëra një stand-up e thash, si për të treguar se kështu ka qenë në gjithë kodra, dëshmi ka mbetur vetëm kjo pemë. Në fakt, a mendoni se do t'ja dilni për ta rikthyer të gjithë sipërfaqen me bimësitë e lartë? Patjetër. Patjetër që mund t'ja dalim, sepse kontributi qytetar ka qenë shumë i madh dhe dëshira e qytetarëve ka qenë vërtet shumë i madh. Nga ana tjetër, vetë kam qenë disi dyshues e mosbesues, është okay, do kemi një grup qytetar, grup miq që do, po parë që u kthe vërtet në një angazhim dhe një dashamirësi nga ana e qytetarëve, kur shikoje të moshuar, shikoje familjar, shikoje fëmijë të rinj, të cilët kishin dëshirën për të mbjellë pemë. Dhe kur ti shikon qytetarë që angazohen për të mbjellë pemë, për të kujdesur për natyrën, kjo është edhe një ndërgjegje kolektive që do thotë tashmë bollëm me shkatrimi, por t'i kthehemi gjelbërimit, t'i kthehemi natyrës dhe t'i kthehemi jetës. Kjo është, besoj, është edhe mesazhi më i fortë, se sa thjesht mbjellja e pemës, por mesazhi dhe krijimi i ndërgjegjës qytetare është më i fortë. Nga ana tjetër, kjo krijon edhe në thonjë do të qenë një lloj presioni edhe tek institucionet, që qytetaria e do natyrën, atëherë edhe juve duhet që do thotë ne po e mbjellim, por për kujdesje u takon juve, por vëmendja u takon juve. Investimi dhe kthimi i vëmendjes tek natyra duhet vendoset në prioritete, jo thjesht në infrastrukturë apo në prioritetet e tjera të cilat patjetër janë të rëndësishme, por një nga prioritetet kryesore të vendimarrjes duhet të jetë patjetër edhe mjedisi dhe natyra, përderisa këta e duan edhe vetë qytetarët. Kalima, ajo që më bërë përshtypje është thirrjes suaj janë përgjigjur korçar, kryesisht që jetojnë në vende të ndryshme të Evropës dhe botës, madje edhe nga Amerika e Largët ka patur reagime duke kontribuar për të mbjellë një e më shumë pemë në këtë, sepse ata e duan qytetin ashtu siç e kanë lënë, ashtu të gjelbërt. Dhe reagimi i parë i thirrjes tonë ishte nga diaspora. Kjo na ngazëlleu së tepërmi kur pamë që reagimi i tyre ishte
Dhe këmbgulin patjetër që kjo ishte një qytetare, ne nuk kishim asnjë llogari bankare, nuk e dinim si funksiononte kjo pjesë dhe na kapi pak në befasi. Dhe u përpoqim që të gjenim disa mënyra se si këta mund të bënin këto dërgesa ose këto kontributet e tyre dhe këmbgulja e tyre ishte që patjetër duhet të dërgoj. Që nga Amerika, Greqia, Gjermania, madje ajo që na bëri dhe shumë përshtypje dhe na kapi dhe situata e befasishte, se nuk ishin vetëm qytetarë që e njihnin qytetin e Korçës se ishin korçar. Por që ishin lindur në Amerikë? Po që ishin në rrënjë nga Juglindja apo çfarë? Jo, po që ishin edhe qytetarë nga qytete të tjera, për shembull kishte nga Durrësi, kishte nga Kosova, nga Fieri, nga Elbasani për shembull, që e shikonin si jashtë vendit. Edhe brenda vendit edhe jashtë vendit. Po, që e shikonin si nismë dhe këtu më vjen mirë sepse këtu ne japim ose të paktën neve arritëm të krijonim atë ose të ngrinim tharmin e qytetarisë korçare. E zgjuat. E zgjuan dhe kjo u bë mori si një nivel kombëtar. Kjo vërtet na angazhoi dhe na pëlqeu së tepërmi. Dhe ishte vërtet motivuese për ne dhe ne jemi në vitin e 4, sapo mbyllim vitin e 4, shpresojmë për vitin e 5 për tjera ide dhe pse jo për të ushtrimë më gjerë dhe në të gjithë këtë desha tyrs, pra rajonin e Korçës. Duke ushtrimë më gjerë. Po, në vitin e 3 bëjmë një shtrirje kryesisht në shkollat e rajonit të Korçës, në Pogradec, Devol, Kolonjë, në 6 bashkitë e qarkut të Korçës. Vitin pasardhës, vitin që po vjen, mendojmë që të shtrojmë edhe në qytetet e tjera, pra të përfshijmë të gjithë rajonin dhe ta bëjmë Juglindjen pse jo vendin më të qelbëruar të Republikës. Siç ka qenë. Siç ka qenë dhe siç e meriton. Shikoj që pra jeni të përqendruar edhe në rrugët përfshi dhe rrugën e fshatit mjalt turistik nga Korça drejt Bobosticës, në mososha i gabuar, ndërkohë dhe rrugën që çon për në fshatin, pra nga pjesa që shkon në majtë e malit të Moravës drejt fshatit të Mborjes. I keni përfunduar këto apo ne jemi fokusuar kryesisht tek rruga që shkon nga Shanfanasi thonë në Korçë deri në Ristozi, kishën e Ristozit në Mborje, një nga segmentet kemi përditur sepse kontributi qytetar aq është dhe si thua kontributet vullnetare janë modeste dhe aq mund të krijon, gjithsesi unë them kontributi ka qenë për te modestisë. Dhe aty ka lindur një ide që pse kjo rrugë, kjo shëtitore, ku njerëzit mbasditeve apo mëngjes kalojnë, bëjnë skulpturë, bëjnë ecjet e tyre, pse mos jetë e pyllëzuar pa të ketë hije. Dhe nga një ide spontane menduan që të mbjellim jo më fidan të vegjël, të cilët duan shumë vite dhe duan shumë përkushtim, por fidan pem, të cilët për brenda 2, 3, 4, ndoshta edhe 5 viteve do të jenë gati të jenë si një thuaç të kenë gjelbërimin e duhur. Një lloj pyllëzimi linear për gjatë rrugës, ku të moshuar, fëmijë të rinj. Kjo ishte edhe kërkesa për rrugën nga kryqëzimi i rrugës Kolonjës drejt fshatit të Bobosticës? Po, edhe ideja është që të krijohet një lloj pyllëzimi linear në këto rrugë. Madje po në fëmijërinë time kujtoj që këto rrugë kanë qenë gjithmonë të pyllëzuara. Pyllëzimi linear, edhe rrugët nacionale kanë qenë të pyllëzuara. Kuptohet, gjërat kanë ndryshuar, rrugët janë bërë më të gjera sot e kështu me radhë, por e rëndësishme është që ne të kemi, sidomos në këto fshatra turistik ose në këto zona me bukurinë natyrore, patjetër këto rrugë, këto itinerare të jenë të pyllëzuara dhe të kenë hijeshin e tyre. Ai çam ka bërë përshtypje Kalema, kur unë kam ardhur pra si gazetar për të bërë kronikën për televizionin ku unë punoj, në televizionin Sot 7, më bën përshtypje që edhe fëmijë me moshë relativisht të vogël, pa thënë edhe të rinj, që kërkonin në emrin e tyre të kishin një pemë në kodrat e qytetit e pa thënë diçka më gjerë. Po, unë këtë do ta quaj sukses më shumë se sa mbylljen e pemëve. Pse e them këtë? Sepse tek këta fëmijë do krijohet një mbresë dhe krijohet një ndërgjegje qytetare ose një ekoqytetar i së nesërmes. Dhe nuk do ta kemi shumë të lehtë nesër për ta mbrojtur natyrën dhe të jemi më të kujdesshëm për të, dhe këtë nuk do ta bëjnë më si thua polici apo rojtari i pyllit, po do ta bëj vetë qytetaria. Dhe nëse ne rritim këta fëmijë, këta të rinj me këtë frymë për të mbjellë pemë, për të dashur natyrën, kemi arritur një sukses shumë të madh. Kjo është arritja më e madhe gjykoj. Duke qenë këtu, a duket se blegtorët e zonës nuk janë po aq të kujdesshëm sa qytetaria korçare dhe jo vetëm për të bërë pyllëzimin? Ata me blegtorinë që nxjerrën në kollot andej, a janë duke e dëmtuar këto fidan që sigurisht janë jo të është me një moshë të rritur? Është një problem. Unë do të thosha këtu që sidomos zona e kodrave të qytetit. Pikërisht për këtë zonë flas. Meriton të ketë një plan se si do menaxhohet. Ajo mund të kthehet në një park të dytë për qytetin. Madje në një park që mund ta rivalizojë dhe parku Rinia, që është po aq atraktiv në qytetin e Korçës dhe mund të jetë një destinacion i dytë për të pushuar dhe për rekreacion.
Dhe mendoj që patjetër duhet të ketë një plan, një menaxhim të territorit, sidomos në atë zonë aty, për të krijuar për qytetarët dhe për të qenë vërtet një ambient shlodhës. Pjesa e blegtorisë, pa hyrë patjetër në punën e blegtorëve, dhe ata kanë të drejtën e tyre, ata duhet të kenë një destinacion tjetër dhe ty përcaktojnë itineraret e tyre. Institucionet duhet të marrin masa, edhe bashkia në këtë rast ka policinë bashkiake dhe duhet kujdesen. Ata nuk janë më kullota, ata janë zonë e gjelbërt e këtij qytetit që pret të jetë shumë herë më masive në vitet e vazhdim. Për këtë thamun. Është shumë e drejtë Tonin. Ajo që unë mendoj është që institucionet vendimarrëse duhet të kenë një plan se si duhen të zhvillojnë. Qytetarët e bën të tyre, tashmë institucioni të bëjë pjesën e tij. Menaxhimin, kontrollin e territorit apo investimin se si do të jap një drejtim këtij mjedisi ku ushtrihet kodrat e qytetit. Pra, çfarë do jetë një park apo do të qëndrojë thjesht një kullot për baktit? Nëse do të jetë një kullot duhet ta ndajmë. Po pra, nëse do të jetë një kullot për baktit, atëherë edhe ne si qytetar mos shkojmë atë të mbjellëm. Të investojmë atje. Por do jetë një park për qytetarët, atëherë ti shërbej parkut të qytetit. Sepse Kalema unë shikoj te kjo vila e plegjve kështu po e të moshuarve, ta them më mirë, ato kanë marrë masa duke e rrëthuar. Pra, nuk është se kanë vite më shumë se sa keni ju, që keni filluar të bëni këtë kontribut qytetar nga një anë ju dhe nga anë tjetër bashkia. Nëse e kemi vënë re, aty është krijuar një pyll i dendur me akacie mososhe e gabuar, apo ka edhe bipsi tjetër, nga ana tjetër ne nuk e kemi këtë. Ka filluar realisht një farë ndërdëgësimit edhe për blegtorët e asaj zone, por nuk e kemi atë dëmsi siç e kemi. Ndofta edhe për këtë kisha pyetje. Sidomos për fidanët e vegjël është një dëm shumë i madh që i bëhet nga ana e gjedhve, që ata kanë edhe kërcellin e bimëve të vogla dhe nuk i lënë që të zhvillohen të rriten. Kështu që nëse do kishte një menaxhim, sikur edhe një roje i vetëm të qëndronte aty dhe ti distanconte, ti largonte, besoj që do të kishim vërtet një gjelbërim të bukur në kodrat e qytetit, por gjithsesi neve do vazhdojmë, sado një fidan nuk arrin të zhvillohet, ne do mbjellim më shumë, do mbjellim të tjerë. Po, për të arritur do të qëllimit tuaj. Ajo që më bëri edhe një herë duke u kthyer mbrapa kur ju thatë kodat e liçenit, parku i Moraves lart. E unë thash nisur nga fakti që kam vite në Korçë, majmend që qytetarisht ditën e diele, familje të shumta korçare ushimin me vete, nga një çantë ushtrie, po them se s'kishim çanta tjera, në shtëpinë e kishim ngarkuar me dru, kishim edhe ato tiganët, gjërat, se si e quani ju, me 3 këmbë që vendos zjarrin poshtë, dhe nuk e kishim atë dëshirë për të prerë as një lloj pemet, as that atje. Drunti merreshim me vete. Pra kjo lloj qytetariet për ta ruajtur pyllin, mendoni se nuk është ruajtur? Që kemi gjithë këto dëm në pyet edhe të juglindjes vendit? Jo, Tonin, unë mendoj që e keqja mjafton një person dhe e bën dëmin. E mira duhen shumë njerëz edhe duke sikur është normale e mira. E keqja bën më shumë zhurmë dhe bën më shumë dëm. Mjafton një person 2, 3, 5. Po qytetaria korçare e tregoj. Qytetaria korçare ka një gjë, po të besoj të jepet me gjithë shpirt. Edhe vërtet e ka këtë nivel dhe këtë ndërgjegje, këtë konsciencë për të kontribuar, nuk kurset as pak. E ka bërë këtë me filantrop të njohur, mos i përmendim, nuk e ka problem. Nuk e kanë problem, mjafton të besojnë që ti je i sinqert në këtë që po bën dhe patjetër ata të bashkohen në kontribute, të afrohen. Marrim pse jo një lopat, marrim fëmijën për dorë, vjen mbjelli një fidan, vjen mbjelli një pemë. Është vërtet mbresë. Ky reagimi qytetari i Korçës realisht më ka lënë mbresa kur i kam parë me fëmijët vegjël, kam parë domethënë figura shumë të njohura të qytetit të Korçës dhe jo vetëm, që nga qytetari i thjesht për dashamirës e qytetar korçar e deri tek pedagog e ish mësues e mësues të njohur, të cilët me nipat të tyre kanë ardhur për të mbjellur një pemë dhe realisht edhe kronikat tona kanë qenë interesante, por edhe kontributi ka qenë po kaq interesant. Erisel të pyes, me Malin një lidhur fort? Po patjetër, shumë. Është mënyrë jetese për mua. Është mënyrë jetese. Nuk është thjesht një shëtitje që unë bëj, unë jam i lidhur shumë, e jam i apasionuar pas malit. Këtu nisi dhe kjo dashuria për malin, për alpinizmin, për hiking, për shëtitjet në natyrë. Këtu lindi dhe ai grupi shoqëror që ne kemi, shokët të njëjtit pasion, pse jo të kontribuojmë për natyrën dhe për mjedisin, të japim neve kontributin ton, të japim ne modelin ton,
të ftojmë dhe qytetarët, ata që kanë dëshirë dhe munden të na bashkohen. Kështu nisi dhe... Ma thuaj pak se sikur ma thuaj përpara dhe më erdhi mirë. Kur ka lindur kjo dëshira juaj për malin, për shëtitjet, për pyjet, për vendet e bukura turistike? Po lidhet me familjen tënde, kështu që që fëmijë ka lindur kur në shkollë ne kemi organizuar disa aktivitete ekskursione dhe aty tek fëmia ti krijon mbresë. Krijon mbresë dhe ndoshta kur je adoleshent, kur bësh i ri, ndoshta merresh me kapriçet e tjera, me gjërat e tjera, por kur bësh adult, bësh i rritur, i kthehesh pak vetes atyre mbresave që vërtet të kanë Pra, përshyrë. i kthyer në fëminin tënd kur ishe në zonës në shkollën Demokracia, po dhe? Po, dhe pasi mbarova studimet universitare, nisi si një aktivitet në bazë kohë e lirë për të shkuar në mal. Në mënyrë individuale? Individuale, krejt spontane, për të kaluar më tepër në bazë zakonisht. Gradualisht takon miq të njëjtit pasion, bësh një grup qytetar, fillon organizohemi, pse jo të bashkojmë dhe të tjerë dhe sa më shumë, t'i afrojmë sa më shumë natyrës dhe sa më pranë malit. Nga mali pastaj kalojmë, hajde të bëjmë një nisë për të mbjellë sa më shumë fidan, të kujdesemi për natyrën, të kemi një ndërgjegje qytetare dhe pse jo të kujdesemi për eko-qytetarin. Një qytetar që nuk mendon vetëm si të mbjetoj, si të jetoj me ato problemet e zakonshme, po të mendoj që ka disa gjëra që duhen parë pak në perspektivë, siç është mjedisi. Po sepse qytetari është ai që mendon pak më larg, nuk është se mendon vetëm për gjën e zakonshme të ditës, për të përditshmen e tij, por mendon që nëse unë po me që themi tek mjedisi, nëse unë do kujdesem për mjedisin, kjo do t'i shërbej fëmijëve të mi, do t'i shërbej mirëqenies time, do t'i shërbej edukimit cilësor të fëmijëve të mi. Nëse do ta gëzojmë fëmijët e mi në përmbesa e kështu me radhë, dhe ti si qytetar nuk mendon thjesht që unë do mbjell një pemë po e gëzoj dot sot, se ky është egoizëm shumë i thellë. Por ne mendojmë që ky qytetari do të mbjell një pemë, një fidan sot që t'i shërbej të ardhmes, të lërë një lloj trashëgimie, që do thotë çfarë ke bërë ti për këtë vend, nëse është pyetja, unë kam mbjell një lule, unë kam mbjell një fidan, unë kam bërë diçka. Përtej angazhimit dhe kontributit që gjithë secili jep në jetën e tij familjare, personale, sociale kështu me radhë. Tek e fundit, jashtë këtyre kornizave dhe interesave të ngushta private, këtu dallohet, këtu është qytetari. Çfarë kontributi jep? Pikërisht. Çfarë jep ai ekstra? Çfarë kontributi jep ai? Qytetaria e Koçare ka treguar këtë me prej vitesh, prej shekujsh. Atëherë edhe ne kërkonim të zgjonim pikërisht këtë lloj pjese. Dikush tjetër kërkon të ketë një nismë tjetër qytetare, patjetër shumë i pritur, kërkon një kauzë të caktuar që do ta zgjojë më së i mirëpritur. Ne jemi të apasionuar dhe dashuruar pas mjedisit dhe mendojmë të ngrejmë këtë eko-qytetari, këtë qytetarin që mendon për nesër në kuptimin e vazhdimësisë dhe jetëgjatësisë. Në këto rrethana vjen dhe Korçalpi? Në këto rrethana, pikërisht në këto rrethana. Në këto rrethana ne dhe shikojmë dhe fokusi kryesor jon për momentin është tek të rinjt. Ne duam të afrojmë sa më shumë të rinj. Duam t'i afrojmë sa më shumë të rinj, t'i çojmë pranë natyrës, sepse e thënë teorikisht, ndoshta mund të lër diçka tek, edhe mua të më flasësh teorikisht mund të më lër diçka, po kur më jep përvojën, kur më jep eksperiencën, kur më lëm bresa, unë atëherë kuptoj se çfarë është natyra. Atëherë kuptoj se çfarë do të thotë të bësh një shëtitje, kuptoj ç'do të thotë të ngjitësh një mal, ç'do të thotë të shkosh në një zonë rurale. Pse jo, disa nga këta të rinj mund të shkojnë të takojnë rrënjët e gjyshërve të tyre në këto vende, në këto zona. Pra, të kuptojnë që nuk kanë lindur në qytet çdo gjë dhe kanë nisur nga qyteti dhe nga ai smartphone që mund të kenë në dorë. Por pikërisht rrënjët e tyre ndodhen diku në ato zonat rurale, në ato zonat e thella, preardhja e tyre është aty dhe pse jo të krijohet një lidhje, na duhet një lidhje e njeriu me natyrën. Kjo krijon mirëqenie psikologjike, krijon mirëqenie fiziologjike, i bën më të qytetar, i bën më të sinqert, i bën më të mirë. Natyra është të bën gjysmën e edukimit, gjysmën tjetër ta jep njeriu. Atëherë, Kalemaj, po për të shkuar në këto zona që po i quajmë të rrënjës të këtyre të rinjve, në ato fshatra që janë shumë të njohur për hir të vërtetës në juglindje të vendit, duke filluar nga kolonja e përtarur të fshatrat turistik të Dardhës, të Voskopojës, të Vithkuqit, të thosha në veçanti, e pa shkuar nga Prespa e përtardhur pastaj tek pjesa e Vargmalit të Moravës. Dhe Mokrën, Ofarin, Gorën, të gjithë. Keni edhe Prespën në krahun tjetër. Por e kisha fjalën, pra duhet të kesh pika ose më saktë shtigje orientimit.
Se parë ju I keni bërë studim zonës e me pas keni krijuar shtigjet për krijuar mundësi turistëve vendas dhe të huaj për të kaluar në këto shtigje apo si? Fillimisht ne e nisëm si një grup shoqëror. Duke nisur si grup shoqëror dhe eksploronim vetë, secili me njëri tjetër eksploronim, shikonim që të tjerë kishin dëshirë të na bashkoheshin. Filluan u bën aq shumë sa nuk e kishim të vështirë të menaxhonim komunikimin. Kështu që e bëm një thirrje të hapur, bëm një thirrje publike që kushdo mund të na bashkohet. Qëllimi jonë ishte të krijonim një lloj komuniteti që të na bashkohesh. Përpara se ne të shkojmë dhe të eksplorojmë, përpara se ne të bëjmë një shtek apo të bëjmë një gjitje mali, patjetër është eksploruar dhe studiuar nga një ekip bërtham po e quaj, të cilët mendojnë që ku mund të kalojmë, kanë bërë dhe mjalë vizimet e duara, shenjat apo jo? Tu e kemi sfidën e radhës sepse kjo quhet infrastruktura ekologjike, shenjimi dhe markimi I shtigjeve. Në botë kjo është shumë e përhapur dhe është në rajonin tonë është ende e varfër. Kemi disa shtigje që janë markuar, janë Vidhkuq Voskopo që ne kemi emërtuar udha e shkronjave, shtegu I gështenjave. Udha fillon nga Vidhkuq dhe shkon në Voskopoj? Okej, po. Ose janë asjeltas në të dy. E qartë, po. Është shtegu I gështenjave këtu në Pogradec, në liçenet e Lukovës që janë markuar kanë sinjalistik. Mos gabojmë në Bozovec, Presp janë disa shtigje, po prap janë shumë pak. Janë shumë pak në krahasim me kërkesat që janë shumë pak me hapësirën që ka rajoni jonë dhe destinacionet të tjera që duhet të eksploruar dhe duhet të njihen. Dhe markimi këtyre shtigjeve bën më të lehtë për vizitueshmërinë nga ana e turistit. Turisti mund të ketë një hartë në dorë, mund të ketë piketat dhe e ndjek vetë shtegun. I kanë? Na mungojnë hartat, edhe ajo që shikoj shumë tek turistët është që duan harta fizike. Jo a kërkojnë ju? Po, duan harta, do të kenë një hartë fizike që të vetë, kanë, sepse vitet e fundit është shtuar shumë, turizmi I natyrës. Pra turistët e huaj në natyrë. Pra janë turistë për quajtë aventurës, Zdia, jam korrekt? Po, korrekt. Pra, ato kanë informacion kur vinë në juglindje, apo jeni ju ata që I orientoni drejt natyrës, drejt tyre shtigjeve? Para pak minutash më vjen një mesazh nga një turiste e huaj që kërkon të informacion çfarë shtigjesh jam në Korçë këtë fundjavë, çfarë shtigjesh më sugjeroni që të ndjek. Patjetër ne I përgjigjemi, por do ishte e mira që për shembull në qytetin e Korçës ishte një qendër informacioni. Që ajo të shkonte atje dhe ta merrte informacion drejt për drejt. Të kishte mundësi pse jo ta bëj. Pra një zyrë turistike që që ajo të merrte informacion, sepse turistët e huaj janë shumë skrupulozë, kërkojnë shumë detaj të cilat tek ne nuk na shkon në mendje. Ajo do të di sa larg është nga qendra urbane. Ajo do të di për sa kohë më vjen policia nëse unë kam rrezik. Interesant, po? Sa larg e kam qendrën shëndetësore nëse unë kam një. Më fal, ato kërkojnë për të realizuar vetë këtë televizion? Duan të organizojnë vetë, por edhe Guida, sepse Guida nuk është as polic, as mjek. Qartë. Është vetë tjetër udhërrykys. Por ato pyesin për laksin nëse diçka. Madje pyesin edhe për transportin, a mund të shkoj vetë? Për transportin publik? Publik. A mund të kthehem, si mund të shkoj, pra ato që ne do të lutem fal, se më dole te kjo që unë realisht e kam patur objekt ky transporti publik. Pra duket se turistët zakonisht pyesin. Pra ky transport ndoshta publik për ata është I manget që kur zbresin e Rinas e për të ardhur në Korçë, ndofta nga Rinasi do të marrë një shërbim taksi privat, nuk ka një mjet të shërbimit publik, pra po themi fugona që mund t'i marrin pastaj nga Korça duhet shkojnë te terminali. Pra a duket se I lollë pa thënë që vin Korçë të më shku në Vidhkuq një fugon që vjen nga Voskopoja apo nga Vidhkuq që kanë orare të caktuara që nuk e përgjigjen këtyre. A bën pengesë? Po patjetër, kjo është koston në para dhe në kohë. I ka të dyja, edhe në para dhe në kohë. Po të bëjmë pyetje. Cila është linja e transportit publik Korçë-Voskopoj? Voskopoj është atraksion kombëtar, nuk është rajonal. Më thuaj itinerarin e transportit publik Voskopoj, që është shumë I frekuentuar. Absolutisht. Ka më duket ka dy mjetet të shërbimit publik furgon, por që bëjnë në orar. Në cilën orë mbyllet? Pra, këtë desha të thënë, pra duket e mbyllin shpejt. Sepse duket nuk kanë lëvizje udhëtare zhvendas, por ndoshta nuk janë të lidhur edhe me agjenci apo me individ turistik, me turistësh që duan ta bëjnë këtë. Edhe Vidhkuqi ka këtë pengesë, edhe Darla ka këtë pengesë. Pa thënë Voskopoj që është fshat turistik kombëtar, nuk përmenda, ne po flasim për të zhvilluar turizmin në destinacione të tjera tash me që vërtetë në shërbimin publik është një pengesë. Po unë do të thosha për shembull jo
ma zgjove tikte, por edhe pjesa që ata duan të dinë ambulanca më afërt apo shërbimi mjekësor më afërt, stacioni i policisë ku është më afërt. Po, duan të dinë. A e marrin si shërbim. Madje katolikët që janë shumë jo kurioz, po e kanë si pjesë të tyre që pyesin si çfarë do të kem kujdes që mos bëjnë nëse shkojnë tek këto zona. Çfarë kanë ata po themi tabu që nuk do ta shkel, nuk do ta them, nuk do ta bëj si veprim, si të presin, a ka rrezik shtegu itinerare që do bëj, ka shkëmbim, ka humnera, pra janë shumë të kujdesshëm në këtë pikë dhe sepse deri në detaje kërkojnë informacion. Turizmi i aventurës ka riskun e sigurisë. Ka problem siguria është primare. Siguria është primare, sepse shikon, nuk po flasim vetëm nëse ti ndryth kamerën, por edhe një sek nëse të piskon, je në natyrë, je komplet mund të bëj alergji, nuk mundesh dot. Pra janë shumë të kujdesshëm në këtë aspekt. Dhe ne duhet të jemi gati, kur them gati, kam fjalën që ne duhet të jemi ashtu siç duhet të shërbejmë rezidentëve, ashtu neve duhet të shërbejmë shumë herë më tepër tyre turistëve. Që do thotë, ai turisti do ta ndjej veten më komod nëse do shikoj ku di unë një rojtar pylli. Do jetë më i sigurt. Është një person që menaxhohet, nëse shikon që po kalon policia, nuk e di, përsëri siguria është e madhe. Nëse kalon po themi administratori i fshatit apo nuk e di, është krijon më tepër siguri, pra nuk ndjen thjesht të braktisur diku. A janë të shumët ky grupim individual që duan ta bëjnë vetë pa udhë rrëfyes këto pra ti vizitojnë? Po, ka plot që cilën nuk duan ngujt, përpiqen të marrin sa më shumë informacion, kuptohet marrin edhe materiale në internet, kërkojnë informacion në internet, por kërkojnë informacion edhe nga ajo që na pengon është pikërisht zyra e informacionit. Zyra e informacionit është një pikë informacioni që fillon e shpërndan pas ka konkrete, ka një person përpara, ka një fletë palosje me informacione, ka një hartë ku mund të bazohet, ka disa udhëzime se çfarë duhet të ndjek dhe çfarë duhet të ketë kujdes dhe çfarë mundet të bëjë kështu me radhë, dhe kjo do të jepë atij më tepër siguri. Kjo e bën që turisti ta vizitojë vetë dhe mirë po nga ana tjetër shërbimet edhe aty do t'i marrë gjithsesi. Pra ai kërkon të udhëtojë vetë grup shoqëror, me familjen, shënsi ka, nuk kërkon një udhërfyes, edhe pse në gjykimin tim personal, unë mendoj që duhet të ketë një udhërfyes lokal gjithsesi për të krijuar në veçanti këto që kërkojnë këtë pra lëvizjet e aventurës. E aventurës, destinacionet e largët, duhet të kenë një guid lokale e cila do t'i krijon më tepër siguri dhe qetësinë. Kalemaj, do të ndalojmë pak, do ndalojmë për një hapësirë reklamet dhe do rikthehemi përsëri në studio së bashku. I lutem përgjithësisht kalojmë një hapësirë reklamet, jeni duke ndjekur emisionin në Konak në televizionin Sot 7, jemi drejt për drejt, sonte në Konak jemi me pedagogun e Universitetit Fannoli të Korçës, Erisel Kalema, jemi duke folë për turizmin dhe jo vetëm në juglindje të vendit. Reklamë dhe rikthehemi në studio. Pas kësaj hapësire të shkurtër reklame, jemi rikthyer në studio, jeni duke ndjekur emisionin Konak, jemi drejt për drejt në këtë emision. Dhe jemi me Erisel Kalema, pedagog në Universitetin e Korçës. Njerëzi, nuk më thatë, në Korça Alpin, çfarë pozicionit keni? Unë jam themelus, për momentin jam dhe kryetar. Kryetar i këtij grupimi qytetar. Atëherë, Kalema, ju keni ndërtuar ashtu guidat tuaja. Pra, me turist vendas dhe të huaj, apo si? Si funksionojnë guidat tuaja? Si ta shtoni pak më parë, jemi përpjekur ta promovojmë rajonin e Korçës. Kur themi Korça Alpin, nuk kemi parasysh qytetin, kemi parasysh rajonin e Korçës. Dhe duam që këto bukuri, të cilat i din individët të veçantë, të promovojnë dhe të dalin përtej. Turizmi në, po themi që themi qytetin e Pogradecit, turizmi në qytetin e Pogradecit para disa vitesh në nivelin e turizmit që kishte bërë gjyshja ime. Me keqardhje them, domethënë që turizmi breg liqenor, ai veror, 2 muaj kështu me radhë. Sot po flitet për zonën për malësitë e Pogradecit, po flitet për zonën e Mokrës, pra që të zgjerohet dhe të hapet turizmi. Jo thjesht janë 2 muaj dhe ai turizmi po themi rutinor. Korça pati, unë do të thosha ishte dalndyshe e parë e modelit të turizmit, sidomos në 10 vjeçarin e dytë të 2010-s. Më pas për shumë arsye, ndoshta mund të diskutojmë edhe më vonë, pati një rënje. Po pati një rënje sepse fillovi po përsëriste veten. Po qëndronte vetëm tek modeli. Ne ç'kuptim këtu? Po tek modeli thjesht ne ofrojmë serenata, ne ofrojmë këtë kulinari, ne etj, por nuk kuptoj Korça në të jepte mundësi që të zgjerohesh përtej, çfarë ofron shumë se sa. Për të zgjatur edhe ditët e qëndrimit të turistëve në këtë qytet apo në qytete tjera të juglindjes vendit? Pikërisht, dhe ne nuk duhet të mjaftojmë vetëm me të qëndruarit një fundjavë në qytetin e Korçës, që vërtet kalohet bukur dhe janë mikpritës dhe ka qytetari.
pa diskutim, por neve mund t'japim mundësinë që çfarë fsheh përtej shkëlqimit urban. E në gjykimin tuaj çfarë fsheh? Pasuri prallore. Pasuri prallore. Po e flas në kontekstin e rajonit, sepse natyra nuk njeh kufi administrativ apo është e gjitha një. Në qoftë se ne flasim për bukuritë e mokrës, pyjet e mokrës, po vi nga veriu, po shkoj drejt jugut. E qartë. Janë të jashtëzakonshme. Unë besoj, ne kemi shtitur shumë, u them njojmë as njojmë 20%, 25%, personalisht, të rajonit të mokrës. Është një malësi me pasuri të jashtëzakonshme. Ndalemi kështu? A mund të më përcaktosh ku? Po patjetër, ke liçenet e Lukovës, ke disa maja malesh, maja e Gurit të Zi, ke thash liçenet e Lukovës i përmenda, ke Lëngën, të shkosh në kanonin e Lëngës le mendjen, ke Gurin e Kamjes, po marr zonën në këtë mënyrë, por mos u ngjitur në zonën e Valamarës, pastaj që në zonën e Gorës, liçenat e kunajore të Valamarës, aty në qoftë se do rritet rrobulli, aty do krijohet një pyll rrobulli me liçene kunajore 1800-1900 metra mbi nivelin e detit, që vërtet janë shumë të bukura dhe prallore, për të kaluar pas në zonën e Oparit. Po zona e Oparit pothuajse nuk e njohin fare, ose flasin zonën e Oparit, por nuk e njohin fare, malësitë e Voskopojës dhe Vitkuqit. Shkojmë në zonën e Vakafeve, Trebicka, Treska, Panariti, Grabocka, gjithë këto emra që ne i dëgjojmë edhe në nivel kombëtar, janë prish nga kjo zonë, që lidhet më pas me zonën e Kolonjës. Shkon në Luaras, në Shlirim, hyn deri në zonën e Leskovikut për të shkuar në Shelegur, Gërmenj, Madhështori, Gramozi, pastaj me një liçen fantastik që ka për të kujtuar devollin e sipër me bukuritë e tij. Fshatat Ars, Senic, të gjithë pa përjashtim, Gardha. Kaluar pastaj në zonën e Prespës, Varmalin e Moravës, që për mua është një pasuri natyrore e jashtëzakonshme. Personalisht ka biodiversitet dhe geodiversitet e jashtëzakonshëm, që kur vijnë turistë të cilët ose vizitorë që nuk janë vendas, pra për këtë disha të pyes, të huaj. Por edhe jo vend, për shkak nga qytetet e tjera të Shqipërisë, e di se ka qenë fjala meqenëse ndalon tek Varmali i Moravës, ju nuk e dini çfarë pasuri e keni thonë. Ju mund të jeni mësuar, mund të duket si diçka normale, keni shtitur gjithmonë, keni kaq afër dhe kaq pranë, por nuk e di se çfarë bukurie e keni. Dhe vërtet është i bukur, me bredhin e Drenovës e kështu me radhë. Për të kaluar më pas tek Prespa, Prespa e vogël, Prespa e madhe, që të dyja sërish janë duke qenë këtu kalemaj, a keni infrastrukturë ujore për të shkuar për të vizituar gjithatë çfarë ofrohet nga trashëgimia e kulturës sonë? Aty ka objekte religjioze të jashtëzakonshme, pra a kemi mundësi për të shkuar apo thjesht vim në fshatrat turistik, po i quaj të Prespës, darkojmë dhe largohemi? Tonin, janë më të dukshme atraksionet e Prespës dhe me të drejtë thua vërtet janë shumë atraktive. E dini sa objekte kulti edhe çfarë pasuri? Për këtë flas, a janë të vizitueshme? Aty do. A vjen për shkak të mungesës? Aty do vi. Po dua ta shtri pak edhe në gjithë rajonin. Më bëj pyetje për Prespën aty do vi, por do të them edhe për teleshikuesit çfarë pasuri të tjera. Unë përmenda vetëm bukuritë natyrore dhe bëra një rreth gjithë rajonit juglindor. Të gjitha këto bukuri natyrore janë të pasur bukurinë natyrore janë të pasura me vlera kulturore. E dini që nga kishat më të vjetra ndodhen në zonën e Mokrës? Po, qartë. Janë të pasura. Në ishun e Melegradit, që e kemi këtu mrapa në shpinët në studio? Po, kishat e Eremitë të Prespës. Pikërisht për këtë pyeta? Po, kisha e Muzakajve që është në Opar. Edhe kjo është e vërtet, po. A janë të njohura? Pra këtu është problemi. Se ne pak më parë po flisim për një turizëm i cili ishte i ngushtuar dhe i asfiksuar. Atëherë, në qoftë se unë vi e shijoj qytetin një ditë, a më çon do të në Presë të shikoj këto bukuritë? Jo, që keni marrë përsipër në ndërtimin e këtyre guidave dhe shtigjeve për të çuar në këto vende të trashëgimisë sunt të kulturës, apo kush do të realizojë këtë? Këtë e bën industria e turizmit. Kur thoni kështu, keni parasysh institucionet, operatorët turistik? Institucionet krijojnë mbështetjen dhe infrastrukturën. Po. Mbështetjen. Nuk mund të ofrojë shërbimin e guidës dhe të varkës. Është institucion, ka përgjegjësi të tjera. Thjesht mund të bëjë një promovim institucional, po kaq. Janë tur operatorët, janë bizneset,
Më fal, ne kemi bujtina të cilat po ta shikosh me vëmendje përsërisin njëra tjetrën ose imitojnë njëra tjetrën. Çfarë ofron tonini, po ofroj dhe unë meqense tonini ka punë. A mundet të bëj unë një bujtin tjetër kur të ofroj një shërbim, po themi edhe guidën për tek kishat e eremitet të Prespës, përveç shtavës së Koranit, po marr dhe një vark, po më instruktohem, po i marr të gjitha pajisjet e sigurisë. Ju po thoni që nuk e bëjnë operatorët turistik një gjë të tillë? Apo duhet të vinë turistët një që ta bëjnë. Duhet të ketë kërkesë pa të ketë ofertë. Ne duhet të sillim turistët. Jo, unë po shikoj që edhe Lini është i mushur me turist. Po. Edhe Tushemishti është i mushur me turist. Edhe Prespa ka filluar të ketë turist që ndofta janë të vetë akomoduar, Pra, por a i kanë këto mundësi për të lëvizur në gjitha këto vende për cilat ju po flisni? Nga përvoja ime, nga që shikojnë në teren. Nuk kam as statistika, asnjë gjë. Rajoni i Korçës duhet të presë më shumë turist dhe duhet të jetë gati për këtë punë. Do vinë më shumë turist, se sa po shohim dhe sa po e përshkruajmë. Do të ketë më shumë turist rajoni i Korçës. Ne duhet jemi gati në infrastrukturë, në kapacitete, në burime njerëzore, se është problem burimet njerëzore. Nëse kemi kamarierë akoma nuk kesh problem burimet njerëzore. Duhet jemi të ditur të mençur si t'i presim turistët. Duhet jemi të vërtet. Se më kënaqë, duhet jemi të ditur dhe të mençur për të presim turistët. Ma thuaj pak më të kuptueshme. Më të kuptueshme fare që do thotë unë nëse do shkoj në Sinicë të Devollit, unë duhet të jem sinicar. Nuk duhet të shes asnjë gjë tjetër nga vetëm. Nëse unë do shkoj në Podkozhan të Mokrës, unë duhet të jem një mokrar. Nuk kemi nevojë të shtiremi fare. Nuk duhet të tregojmë në çfarë si ashtu siç kemi jetuar ne. Autentik. Pra ato kanë interes për ta jetuar këtë? Po pikërisht, për atë vjen. A të tregoj një Ma tregosh pak. Se nuk po të lë të flasësh se të jemi në këtë bashkëbisedim. Para 10 apo 15 vjetësh isha për herë të parë në Theth. Me një grup shokësh të mi korçar, njëri për i tyre një ish alpinist, Petrika Janaci, që ftesin e kisha prej tij dhe shkova atje dhe në momentin kur ne shkuam aty, u akomoduam të nesmen, ai mori vesh që unë jam shkodran, pavarësisht se jetosha në Korçë, dhe më pyet tonin thotë se dreken e kishim marrë me vete, do ishim ekspedit, do të bënim vetë ashtu, kishim marrë zgarat e çdo gjë me vete. Që të bëjnë darkë? Ishte gusht. I thash, keni mish thillt, mish derrit. Në gusht të mish derrit? Sigurisht që po, i thash. Ke apo s'ke? Me gjithë lëkure ke? Por e të qenë e qmendur, më thamu. Se qaja mund i thash, atë e di unë. Por po e tërgoj realisht, dhe i them, të lutëm, ke kam. Mund të ma bësh me fasule nga një ranë dhe pjesën tjetër të ma skuqesh dhe lyrën të ma lesh në atë të ngjyrën tjetër? Dhe pastaj këto pjesë të tjera, saladra, djathra, këto bëj sa duash. Meraku i ti ishte mos me turpron me të tjerët. Po. Që nuk e njohin këtë lloj gatimi tradicional të Thethit. I thash i marr unë përsipër këtë. Por bëj fjalë për korçar që jetojnë në Tiranë dhe shumë pasur dhe biznesmen shumë të njohur në Korçë. Dhe për hir të vërtetës ardhën dy të ngjërat, njëra me mish e me fasule, mish derrit, me mishin e bar sallo si që themi ne korçarët, me lëkurë, e pa hequr, ishte e pastruar ajo pjesa e çimeve. Dhe unë dhe Petrika që e kishte shijuar këtë lloj si alpinist, që kishte shkuar në Theth në ngjitje verore dhe dimërore, të tjerët i shtyn pjatat. Nuk vonon shumë dhe ai zoti i bujtinës thotë tonin me koritë, më thotë. U më turprova. I thash maski marek. Po çat ju baj, çat dush banu. Vinë dy gjermanë me motora. U akomoduan, hoqën veshjet e motorave të ultimit dhe erdhen me veshje tjetër. Mund të darkojmë së bashku? Urdhroni. Njëri që shtyvi pjatën me mish, me fasule, hill të lyrë, dy gjermanët, unë Petrika dhe dy gjermanët, shkojnë 4 mëngjesit, 2 të nxjerrët mbaruan. Kur vajzës e Petrikës, e cila në atë kohë ishte studente në Londër, i kërkojnë, a ka mish derrit ma? Më thotë mu gjatë gjetonin, këta kërkojnë, nuk ka më në këtë orë, është në gjumaj. Jo, thotë, dojmë me e marë në Gjermani. Kur unë ngritë preka, zoti i bujtinës, i thëmë prek, kërkojnë mish Gjermanët. I këthot, mos më falmasen, këtë trup numra me miqt, dhe e këthejnëte me kanon, këtë trup numra me miqt. I thëmë prek, banë gadi mishin, sa të kamet në të fuqin e drurit, kam thë një 22 kile. Bejo, 12 njani, e futën, mrapën në motorat. I thëmë prek,
2 metër burr, malcor. I thamë, mëse e bërë, ka që malë. U zgjatën e këtej histori. Për zotin Tonin thot mish derit me grosh kena pas, me lakra po, me capatate po, nga i gotë vene kena ba. I thash prek, po pse s'më solle mu kështu, këtë lloj gushinit. Po ti më sjell biftek, që unë e ha dhe në Korçë, edhe në Shkodër, edhe kudo. Për këtë e kishit fjalën? Po. Ne, do me thënë, edhe në servirën në njërë duke sikur është shërbim bufeje i turizmit para viteve 90 në njërë për të ardhur keq. Ne duhet jemi të vërtet në gastronomi. Pse në mungon kjo kështu të vërtet? Po, se ne mendojmë qenë se erdhi ky turisti dhe ne duhet të shpikim rrotën tani dhe duhet si ta presim për ta bërë atë të kënaqet. Ndërkohë nuk e kupton që duhet jemi sa më të thjeshtë dhe vetvetja për ta pritur atë. T'i ofrojmë produktet tona që bën vetë zona, toka dhe klima. Çfarë ajo tokë, ajo ujë dhe ajo klimë çfarë prodhon atë vend. Nuk mund të shkoj në zonën e Korçës dhe të arë si frut banane. Banane ha kudo. Ti do kesh mollën, do kesh arën, do kesh kumbullën e kështu me radhë. Do pish rakinë e kumbullës, të egër, do pish verën aty ku bëhet Pogradec, secili ka mjaltin e kështu me radhë. Nga ana tjetër, duhet të tregosh të gjitha si kemi jetuar ne. Më beso, turistët janë të interesuar edhe për periudhën e komunizmit. Është një periudhë që ne na duket sikur, sepse ne kemi çfarë të tregojmë tani. Kemi histori për të treguar. Kemi kaluar vuajtje, kemi kaluar përndjekje, kemi kaluar sfida, kemi kaluar probleme. Dhe kemi se çfarë të rrëfejmë, kemi dhe çfarë të tregojmë. Edhe këto krijojnë bresa. Po unë mendoj që për të treguar të mençur ne duhet të kemi parasysh diçka. Në qoftë se duam të bëjmë turizëm, t'i japim drejtim turizmit. Dhe do të mendojmë që të bëjmë turizëm. Që do thotë, në qoftë se unë zonën e Mokës do t'i jap prioritet të bëhet zonë turistike, po e përmendim shpesh Mokën me qenë. Absolutisht, me qenë si jemi edhe përvetes në këtë studio. Unë do ta lëm Mokrën të bëhet dhe të zhvillohet nga ana e natyrës, nga ana e infrastrukturës, nga ana e arkitekturës, nga ana e kulturës, etnografisë, folklorit, historisë e kështu me radhë dhe ta lë të thuar ta konservoj këtë. Duke lënë këtë iniciativë të lirë të operatorëve turistik, a janë në gjendje për ta bërë këtë? Këtë mund ta bëjnë institucionet vendore, të krijojmë politika të cilat fshatrat të ruajnë unikalitetin e tyre. Edhe në kushte kur zbrazja nuk është e vogël? Po patjetër. A mund të rikthehen në këtë fjalë? Po patjetër që mund të rikthehen. Në qoftë se nuk rikthehet Tonin, mund të shkojë, mund të vi dikush tjetër ta punoj. Ai bësh fshatari i tij, mund ta punoj, mund ta blej, mund ta paguaj, mund ta subvencionoj. Gjenden mënyra për ta bërë. E rëndësishme është të jetë vullneti për tu bërë. Ajo që po thoni, pra ky vullnet duhet të jetë për ta bërë në kushte kur interesi i turizmit huaj ka filluar të shtohet nga njëri vit në tjetrin për të vizituar këto zona? Po patjetër, sepse në qoftë se ne fillojmë dhe ka një problem, në qoftë se ne promovojmë vjen turisti dhe nuk e gjen këtë që ne po promovojmë, kjo do të kthehet në bumerang. Mund të ikë dhe nuk të kthehet më. Se thyrja e besimit është e fortë, ashtu si në marrëdhënie njerëzore. Nëse do të thyen besimin tek njëri tjetri, prit të ngjitet ajo marrëdhënie. Edhe kjo marrëdhënie është një marrëdhënie besimi, që kur të vim, nëse promovojmë, të themi realisht atë që vërtet po promovojmë. Jo të promovojmë Marsin dhe Jupiterin, ndërkohë që nuk kemi mundësi t'i presim, nuk kemi bujtina t'i presim, apo nuk kemi infrastrukturë për t'i pritur. Kështu që duhet jemi të kujdesshëm, prandaj thash duhet jemi dhe të mençur. Të mençur për të ditur për të qenë të vërtet dhe të kemi infrastrukturën dhe kapacitetet. Unë e kam thënë në një takim ku kemi pasur me institucion, na kanë ftuar si grupim qytetar, kanë thënë bëhuni gati dhe përgatituni sepse do vinë turistë. Ju po thoni që operatorët turistik është e mira që të bashkohen së bashku për të rritur kapacitetet akomoduese apo çfarë? Nuk është nevojë, ne duhet se e nisëm pak a shumë edhe me transporti publik e kishim në fillim të bisedës. Po, sepse realisht më ka rastisur të ndalur këtu. Në qoftë se ne vim nga Tirana deri në Qukës, kush rruga e re. A ke një tabel ku të ketë një pamje se çfarë na pret në këtë rajon ku po vim neve? A ke një tabel informuese, një tabel të madhe? Në këtë vend, pra kur hyn? Se pasaj gjatë rrugës në Qafang, një tabel ku po hyn në këtë rajon e Korçës, siç kemi këto fotografit pas shpinës, të tregosh bukuritë se çfarë na presin këtu. Dhe unë si turist vërtet do bëhem kurreshtar dhe të them, që ka ky vend këtu, duhet ta vizitoj. Jo thjesht të jem një kalimtar. Me keqardhje e them, kohët e fundit rajoni i Korçës me përjashtime të vogla ka qenë kalimtar. Tani po fillon dhe të ndjehet. Ka qenë thjesht kalim. Vi nga Tirana ose nga Ohri, është rrugë tranzit për destinacion ka qenë Gjirokastra dhe Pasberati. Po është vërtet.
Kështu që neve na duhet. Tani kjo kaleme më fal, është pra kjo pjesa që sepse edhe vitin e kaluar, edhe këtë vit, më shumë se 85% e turistëve të huaj e theksoj këtë, që kanë parë po Gradecin, Korçën, por edhe një pjesë të mirë të Juglindjes janë turistë të huaj. Kjo ka ardhur sepse pra kjo rritje në përqindje për shkak sepse operatorët turistik kanë hyrë në marrëdhënie të drejtë për drejtë me agjenci turistike vendase dhe të huaja. Kjo është një arsye, por mundësitë janë për të punuar dhe më fuqishme në këtë drejtim. Për të cilë më tepër. Për shembull, pse mos bëhet pa aq i frekuentuar se çan malësitë të tjera të veriut të Shqipërisë, edhe malësitë e Juglindjes. Ndoshta nuk mund të ketë atë intensitet turistësh, po duhet ta ketë. Sepse nuk po të lëmë fort dhe përsëri po kthehem theth. Pra po kthehem prap vite mbrapa. Dhe po kthehem prap te kjo bujtina e këtij prekës. Një dhomë me 3 krevat drunit, pastërti, akomodim fantastik, 2 tualete, gjithë shka e nevojshme. Nuk kishte ambazhuar një lamp të thjesht, nuk kishte televizor dhoma. Unë nuk ndjeva mirë, sepse duke qenë i fushës doja të merr një informacion. Nuk kishe korrent për të karikuar mirë telefonin. Dhe të nesër unë nuk ndjeva mirë, dhe i thëmë prek, pse s'ke një kështu, pse ke kështu, Toni, një shqiptarët jeni të vështirë, më tha. Turistët e huaj që vinë... Nuk e duan. Nuk ka nevojë për as televizor, as me që tjetër. Nuk e duan. Po i heqi televizorët që kanë në shtëpi, po i heqi, nuk e duan. Më falë se një televizion... Ata kërkojnë të jetojnë ndryshe, thot. Pikërisht pra. Ne pra ju të ga që me janë fu këtë botë ndryshe, atë botën që ne kemi jetuar, ajo që thamë edhe në kryetarës. Kur shkon do të udhëtosh në Itali, po themi në Venecia, në Rom, Paris, ku të botën, ti do të shohësh Romën, do të shohësh Parisin, nuk do të shohësh atë që ke në shtëpinë tënde. Atë që e shikon ti, atë që e ke ti, do të shikosh të veçantën. Pikërisht dhe turisti kur vjen këtu, ne mund ta duket diçka shumë periferike, madje rëndom, se jo ndonjë të vulgare, themi jo, pikërisht atë do. Atë mënyrën tonë të jetesës, ato shtëpi karakteristike, ajo mënyrë redimi, ajo mënyrë gatimi, ajo mënyrë mikpritje, këtë do. Apo ju afrojmë ne. Ne kemi mundësinë t'ja ofrojmë, madje këtu do të mund të bëj edhe një thirrje që duhet të përpiqemi ta ruajmë këtë. Jemi në kohë për ta mbajtur. Kemi fshatra akoma të cilat janë të paprekur nga ky. Po filluam hym modernizime, quam llamarinat, ku di unë, jo që ato shtëpitë e gurit, ato shtëpitë me tjegulla, me rasa guri kështu me radhë, filluam futëm. Po tregojmë të mençë? Po fusim orendi moderne kështu me radhë e prishëm. Jo, shtëpitë e gjyshërve kthej janë muze. Shtëpitë të gjyshërve. Ata duan të jetojnë aty? Ata duan aty. Megjithëse po më tregoni unë, po tregoj një histori në fshatin Marian të Oparit. Kur turizmi bëhet fjalë për vitin 2015, kur turizmi malor pothuajse as diskutohej fare, kur turizmi vendor nuk diskutohej fare. Një grup francezësh ngjiten në malin e Ostrovicës, ma tregon vetë banori i fshatit. I zë shiu, një shi i rëmbyshëm, e pamundur të ngjiteshin në malin e kthehen dhe nuk kishin bujtina në fshat. As ishte koncepti. 20 të rinj francezë, studentë ishin. Dhe i pret ky e kishte shtëpinë afër malit, do ishte siç thua shtëpia e fundit të fshatit. I thot futuni me njëherë brenda, i than tek sopa, i mi priti, i ushtroi dhe i vet të flenë në mënyrë siç flenë të gjyshja. Të gjyshja dikur më përpara. Ngrihen, i pret ushtron tavolinat, siç e kanë me mikpritjen, ngrihen dhe duan të paguanin. E pamundurta, kjo është pjesë e mikpritjes. Tha, ne kishim menduar që do të ngjitsim malin, tha, por të kishim këtë aventurë në këtë shtëpi dhe të flinim në këtë mënyrë, tha, kjo nuk na kishte shkuar kur në mendje. Kjo është një mbresë që ne do ta mbajmë. Sot e kësaj dite, tha ai, mua më vijnë dhurata nga Franca, kishte disa nipër mbesa aty në shtëpi, vetëm për fëmijët i dërgojnë këta të rinj nga Franca për mikpritjen dhe për këtë mbresë që ju lash. Pra, ai çfarë bëri? Nuk tregoi asnjë gjë të madhe, thjesht tregoi vetë. Si jetoj unë, do jetojmë së bashku. Këtë, dhe neve nuk do të bëjmë të shpikim rrotën, thjesht ata që jemi. Në të gjitha krahinat, rajonet, zonat e Korçës. Jemi edhe se kemi potenciale. Për të mbyllur këtë pjesë të dytë, sepse do të diskutojmë pastaj kështu shpejt në mënyrë telegrafike një blok me foto, por cilat prej zonave janë më të pëlqyera nga turistët huaj? Po flas për turistët huaj. Turistët huaj pëlqejnë shumë zonat të pasura me natyrë dhe kulturë. Ne kemi disa zona që janë shumë të pasura. Unë përmenda Mokrën që ka pyje, Valamarën. Do të përmendja Nikolicën shumë në zonën e Vollit, Bishnica, sidomos në Mokrë, një nga fshatat e mi për mua në 5 fshata më të bukur të rajonit të Korçës, që ka potencial të jashtëzakonshëm. Do të përmendja Shelegur, Gërmej Shelegur, e cila është e pasur me pyje,
Dhe turistët kur shikojnë që ka pyje, ka natyrë dhe aty gjejnë mikpritje, e kemi arritur 100% kotën dhe vlerësimin për ta. Ne na duhet thjesht të mbrojmë, të konservojmë pikërisht vlerat kulturore dhe asetet natyrore që kemi. Mirë, operatorët turistik, a ju përgjigjen? Apo është ende shpejt? Kanë filluar, po unë mendoj është fillesa. Sa po ka nisur? Zona Maliqit? Patjetër, Valamara, pjesa e Gorës, sipër është një zonë, një malësi e cila është autentike. Mund të shkojmë dhe të që kam qenë në Velçan, kam qenë në Strels, në Mesmal, në disa fshatra ande, është shumë autentike. Ka potencial të jashtëzakonshëm. Turistët kërkojnë apo edhe ato të aventurës? Janë sporadik. Për shembull, se nuk e tham, neve si rajon duhet lidhemi edhe me rajonet e tjera, me Gramshin, me Përmetin, me Skraparin. Këtë du të bëjnë operatorët turistik apo vetë agjensi turistike? Të bëhet pjesë e promovimit dhe të bëhen edhe politikë edhe institucionet. Domethënë nëse unë që jam si qarku i Korçës, duhet të komunikoj me qarkun e Beratit, me qarkun e Elbasanit. Si ta bëjmë atraktive të lidhim këto rajone. Një potencial tjetër të jashtëzakonshëm që ne nuk e përmendëm për shumë i rëndësishëm për shaset dhe nuk e kanë të tjera të rajonet e tjera në Shqipëri, është se ne jemi rajon kufitar me 2 shtete. Dhe turet ndërkufitare janë më atraktive. Ne bëm një provë para një muaj mos gaboj në Prespën, në një tur në rajonin e Prespës, Prespën e Shqipërisë, Maqedonisë Veriut dhe në Greqi, dhe është një potencial jashtëzakonshëm. Në Greqi kur shkuam, ne këtë po presim po thashim. Pra, unë dua të më vi turisti, thoshte si për Marsi ose Bujtina aty në Prespën greke, të qëndroj një ditë këtu, të qëndroj një ditë në Shqipëri, të qëndroj një ditë në Maqedoninë e Veriut dhe mund të largohet. Por nëse do të vi në Shqipëri, do të vi edhe një ditë tek unë, do të shkoj edhe një ditë në Maqedoninë e Veriut. Por nëse do të qëndroj në Maqedoni dhe kështu me radhë. Dhe ne e kemi këtë potencial për të ushtrirë edhe në nivel jashtë rajonal, jashtë kufive kam fjalën. Dhe këtë duhet ta promovojmë, e kemi aset. Po mirë, ka operator turistik në Pogadec që e shtrin me Ohrin, Strugën, Çafthan kthehen në Pogadec pra turë që e bëjnë me biçikleta, kryesisht. Po prej këtu vinë në Korçë, nga Korça në Kolonjë, kthehen dhe akomodohen në Pogadec. Pra duket që operatorët turistik të Juglindjes, kryesisht Pogadec, që e kanë filluar, paktën janë 2 operatorë turistik, pra madje njëri prej tyre arrin deri atje sa turistëve gjerman ju ofron mbrëmje shqiptare me veshje karakteristike të zonës ku dhe vetë turistët përfshihen në vallet e më kështu. Çfarë është kjo? Kjo është në Tomanë Shpërvojën. Të gatuash bashkë me... Po, e kam parë në Boboshtic këte me turistë do të gatuar lakror dhe... Këto janë përvoja që ai kërkon. Unë nëse do shkoj, po themi në Island, do mësoj si gatuan islandezë atje, mbrez do më mbetet, patjetër, unë nuk e njoh fare. Jo, a kanë interes turistët për ta bërë këtë? Jashtëzakonisht shumë. Jashtëzakonisht shumë. Do ndalemi për një hapësirë të shkurtër të tjetër reklame, do rikthehemi për të komentuar shpejt në mënyrë telegrafike bllokun e fotografive që kemi bërë gati. I lutem në regjis, reklam dhe rikthehemi përsëri në studio. Njerëz në bas, ringën këmb, një goditje bota u tremb, hap kingun merkutin blu, forc, breti vetëm ty të duhet. Forca jote, bretëria jote, nga thesi deri në kuror, breti kësajore. Pida Kur dëshiron më të mirën për familjen, zgjedh vendin ku cilësia dhe kursimi ecin bashkë, me oferta të përditshme dhe çmime konkurruese. Nga zgjedhjet e mençura për kujdesin e shtëpisë, tek shporta plot me ushqime. Gjithçka që të duhet në një vend të vetëm. Interspar Emeran, rruga 5 Maj, Tiranë. Si ti mbaj flokët e mi të fortë dhe të rriten më të gjatë?
Shama e re Stronger for Longer Hair me hibiskus dhe rozmarin. Rutina jote për kujdesin e plotë të flokëve për më pak këputje dhe për flokë të gjatë me pamje të shëndetshme. E re, Shama Stronger for Longer Hair. Do ikim në Latitude sot? Sa në kishe premtuar. This could be how it begins. You see the light, then you discover life. Argëtim për të gjithë familjen. Latitude, bounce, climb, fly. Vatan. Një Schwarzenegger. Që dhe të ko? Schwarzenegger? Vatan. Vatan. Jemi rikthyer pas kësaj hapësire reklame, jemi rikthyer në studio, jemi duke ndjekur emisionin Konak në televizionin Sot, jemi drejt për drejt në studio e këtij emisioni. Sonte në Konak jemi me pedagogun e Universitetit të Korçës, Eriseld Kalemaj. Në të dy pjesët e para ne kemi diskutuar së bashku për turizmin në juglindje të vendit, për vendet më të kërkuara nga turistët, për guidat, për trashëgiminë e kulturës, për shumë çka tjetër, dhe më zhdukur sikur kisha një prej bisedave më interesante që kam zhvilluar me këtë temë në emisionin tim Konak, në emisionin përjavshëm në televizionin Sot 7. Kalemaj, si ma tha, duhet jemi të mençur dhe të vërtet. Dhe të vërtet. Për të patur një turizëm të kërkuar në turistë të huaj më tepër. Duhet jetojmë ashtu siç kemi jetuar në ato zona të thella. Tregojmë kush jemi. Edhe në kulinari, edhe në mënyrën e jetesës. Në të gjitha aspektet. Kush jemi? Kaq e thjeshtë. Në momentin që ishte reklama më tha që brenda 5 vitesh Korça do të jetë çfarë edhe një rajoni Korçë do ketë shumë turist, në gjykimin tim. Turist. Unë e shikoj nga përvoja. Turist të huaj. Tuaj. Ne me vendasit kemi mbaruar punën. Ju shkuptim se. Po jemi zauruar me vendasit me Tiranë, Durrësin. Kjo ka Shqipëria. Në fakt për këtë arsye nuk i kemi fort në mesjavë turistët vendas. Kemi vetëm turistë huaj. Po patjetër. Pra niseni nga trendi. Do të kemi diçka në koncepte. Duhet të flasim për vizitor dhe për turist. Po pra ne kemi pasur vizitor. Po. Jemi korrekt me temën. Për të huaj. Apo vendas. Kur themi për të huaj që vinë të qëndrojnë në rajonin e Korçës, të qëndrojnë 5 ditë dhe do bëjnë 1 2 3 4 gjëra, ky është turisti. Nëse unë do vi një fundjavë se jam i stresuar në qytetin tim ku jam dhe do kaloj një fundjavë. Ky është turisti vendas. Ky është vizitor. Ky është vizitor. Ne po flasim për turist që tashmë kanë zgjatur ditët e qëndrimit. Kërkon të shkojë në muze, kërkon të shkojë të bëj hiking, kërkon të shkojë të shikojë kishat etj. Ky është turisti. Ky është turisti. Që ne i kemi shumë dhe ju thoni që në 5 vite të ardhshme. Në vitet që do të vinë, do mendoj në gjykimin tim në ato çka ndjej unë në përvojën time. Nuk kam statistika, nuk kam. Çfarë por? Ai ndjej që do ketë. Po ju në vetvete si Korça Alpin keni statistika? Jo, ne jemi një grupim qytetar që e ndjem reagimin pozitiv, rritjen e numrit. Po shikojmë për shkakun që ka tur operatorë që interesohen që duan ta vendosin rajonin e Korçës në paketat e tyre turistike. Si të thuash në një farë mënyre, operatorët e kanë ezauruar në thonjza pjesën e po themi të veriut dhe duan të ofrojnë diçka ndryshe dhe ngelet e pashkelur, e paprekur, e pa eksploruar, ngelet për të marrë përvojën rajoni Korçës. Pjesa malore e juglindjes së vendit? I gjithë rajoni Korçës. I gjithë rajoni Korçës. Po ne kemi rajonin më të diversifikuar në të gjithë Republikën. Ti ke lum, ke liçena kunajore, ke male, ke fusha, ke një pasuri të jashtëzakonshme nga diversiteti dhe peizazhi që ka
s'ka të krahasuar. Ju po thoni se në Juglinë të vendit një turist mund të lëviz me biçikletë, po themi? Patjetër. Me motor? Me motor, makina? me makinë, mund të bëj camping, mund të bëj hiking, mund të bëj trekking e kështu me radhë. Çfarë të doj? Mos po e teproni për shkak të Jo, tashisë për Juglindjen, për Jo, Korçën nuk, tënde? këtë që e them nga përvoja. Madje nëse unë nuk prerja ime nuk është nga Korça. Origjina ime. Për çështje tjetër kjo. Unë po them atë çka kam shkelur vetë me këmbët e mia edhe çfarë di nga terreni. Ku e gjen në një rajon kaq të vogël, të gjesh 3 liçene. Të gjesh 2 lumenj, Osumin dhe Devollin, të gjesh fusha, do të është zhvillim bujqësor, të rrethuar me male, liçene alpin, domethënë pyje, i ketë ndërtuar edhe i gjen të gjitha këtu në një rajon siç Juglindja. I lutem përgjithësisht kalojmë te një blok fotografish që kemi përgatitur së bashku me stuarin ton, i komentojmë shpejt. Këtu jemi në Duhet të shikoj. Këtu jemi duke mbjell fidan në një shkollë të Maliqit. Okej, ecim. Gjimnazin e Maliqit. Ecim. Kjo është së fundmi në kodrat e qytetit dhe interesante është se ne ju bashkuam një nismë qytetare që disa qytetarë rregulluan burimet ujore të Moravës dhe qytetarisë të tyre në mënyrë vullnetare dhe qytetare dhe ne ju përgjigjëm qytetarisë të tyre me qytetari duke i hiezuar, duke mbjell pemë pranë këtyre burime që të ketë hije. Okej, ecim. Ja këtu voglushët që po mbjellin pemë. Njëkohësisht janë duke hequr mbeturina dhe në të njëjtën kohë po mbjellin edhe një pemë. Po, vazhdojmë. Edhe këtu. Kjo është e vitit fundit. Kjo është rruga për cilën folën nga kisha e Shën Thanasit? Jo, kjo është tek Morava 5, jemi tek burimet këtu. Morava 5. Morava 5 quhet, janë bërë disa burime nga qytetarët, ata të apasionuar dhe frekuentuesit e malit. Që kanë qenë për hirës vërtetës dhe kanë qenë burime dhe ata i kanë rregulluar, i kanë sistemuar në mënyrë të përkryer të përsosur, që mund të shkosh, të pushosh, të freskosh, të pish ujë. Ecim. Kjo e pjesë e mbjelljes së pemëve dhe të fidanëve. Thash, në fokus ka qenë të rinjt dhe fëmijët. Këtu jemi sërish në shkollë, duke angazhuar të rinj në mbjelljen e fidanëve. A ju përgjigjen? Patjetër. Edhe këtu? Madje ndonjëherë kishim dhe kërkesa. Ne ndodhi diçka, kishte shkolla që donin të kontribonin, mësues me nxënës që organizojnë kontribonin, dhe shkolla me nxënës që kërkonin të mbjellin fidan në oborin e tyre. Dhe kishin të dyja këta. Ecim. Edhe këtu më bën përshtypje, pra prindër në mosur që e ka po fëmijë. Po, këta janë fëmijë. Janë fëmijë. Vazhdojmë. Edhe këtu. Po këtu ku jemi, Kalema? Këtu jemi në Çardak, afër Çardakut. Tek më poshtë janë burimet. E qartë. Janë burimet dhe këto janë fotot që me imazhet vetëm. Po ecim në blokun tjetër. E pemëve dhe të fidanëve. Ecim në blokun tjetër. Këtu ku jemi? Këtu jemi në Presp. Këtu jemi në Tominec, afër kufirit me Maqedonisë. Këtu jemi me guid, me turist. Këtu jemi grup shoqëror, po të shikosh kemi edhe qeset e mbeturina, kemi mbledhur edhe mbeturinat rrugës. Dhe këtu ndodhet edhe kisha eremite, që duhet ngjitesh lart kisha shpellë. Shumë interesante, shumë e veçantë të shekullit 13. A kërkohet nga turistët? Ajo është më atraktive. Kjo e veçantë, kish shpellë. Ke dëgjuar një kish eremite, kish shpellë. Po ti thosh një turist kish shpellë, buz një liçeni, kjo është. Ecim. Këtu jemi në Voskopoj, është tegu Vithkuq Voskopoj. Këtu është një moment pushimi, është një rezervuar liçen afër Voskopojës, dhe është një moment pushimi me grupin. Okej. Po këtu jemi në Ostrovic. Një pjesë e grupit do të ketë dalë këtu, se janë më tepër. Edhe këtu në pjesën e? Këtu jemi duke shkuar, po edhe këtu Vithkuq Voskopoj jemi, nga Voskopoja ka qenë ditë dimri, ka qenë një ditë shumë e bukur me borë, që e bën edhe atraktive, që e bën edhe turizmin gjithvjetor. E qartë. Pra, jo thjesht e shtrirë në kohë, po e bën edhe gjithvjetor, jo thjesht në verë. Edhe dimri të ofron mundësi. Që është më e bukur? Kjo është një nga bukuritë që më ka lënë bresa të jashtëzakonshme, është dafina e Cerskës në Leskovik. Është monument natyre, shumë e bukur dhe një fshat shumë i bukur, që ne nuk e dinim. Kur e pash vetë si fshat, ishte i gjithi në gur. Dukshte një gjirokastër e vogël në miniaturë. Cerska e Leskovikut. Është ndoshta fshati i fundit, një nga fshatet e fundit që mbaron në rajonin e Juglindjes, por flasim për pjesën jugore. Kjo është kisha e Tudasit, e Shëntriadës. Është interesant. E shekullit të 15, ndërtuar nga nëna e Teodor Muzakës, prandër të Teodorit që u vra në luftën e Kosovës, në betejën e Kosovës. Interesant.
Ecim. Kemi Guricapit. Guricapit. A ka interes këtu, edhe nga turistët huaj, sepse korçarët dhe turistët vendas kanë përshtypjen që e njohin, por turistët huaj, thjesht për ta pasur bukurinë natyrore apo edhe për të guxuar? Kjo është e vështirë për tunqi, do kërkon alpinist profesionist, pa diskutim. Por ta vizitosh dhe ta kundrosh nga afër, patjetër është një bukuri. Problemi është që ne nuk e reklamojmë. Si ta reklamojmë neve? Për shembull, nëse ne hyjmë në qytetin e Korçës, le të jetë një imazh në ato reklamat e mëdha. Ti kur i bën një reklam një produkti të caktuar, në 2 sekonda hidhet dhe kur ne sapi ta shikoj dikush atje. Që nuk e kemi. E di unë dhe ti, por ta dinë edhe të tjerët, ata që e vizitojnë, ata turistët që vinë dhe e shikojnë. Madje unë po kthehem edhe një herë, që kur hyjmë në qaftan duhet ta kemi. Pa diskutim. Që aty do të fillojmë. Dhe gjatë gjithë kohës, gjatë gjithë rrugës derisa të shkojmë në Leskovik, ne duhet të kemi informacion për çdo destinacion që mund të kemi. Si Majtas apo Djathas, si në lindjet e Perëndimit. Ecim, këtu jemi ne? Këtu jemi liçenet e Lukovës, liçenia Kunajori Lukovës. Është një bukuri më vete. Janë 2 liçene, njëri i madh dhe një i vogël që vërtet falin kënaqësi dhe të gjithë ata që kur kemi shkuar ja shtegu që të shon për tek liçenet. është mrekulli më vete. A që unë pyes vazhdimisht, kërkohet nga turistët, ka një informacion apo ju afroni këtë? Ne na duhet një promovim shumë i mirë tani. Na mungon promovim. E di kush e bën promovimin më të mirë? Komuniteti vet. Ne nuk do të kërkojmë dikush nga jashtë na bëj promovimin. Unë nuk mund të bëj promovimin më të mirë të Kukësit. Sa i zotit mund të jem unë në aftësitë promovuese, si e njeh Kuksiani, rajonin e vet, vendin e vet, nuk e njeh unë që vi nga lart për ta promovuar Kuksin. Je shumë i saktë. Dhe mendoj që kjo banesë më fal? Këtu jemi në gjyres të Devollit, fshati totalisht i braktisur. Ky mund të kthehet një atraksion shumë i bukur turistik, të vizitosh një fshat me shtëpi guri, me kaldrem, me kish, dhe me një korije me dushkaj, monument natyre, totalisht i braktisur. Asnjë banor. Asnjë banor. Është gjyresi i Devollit. Më poshtë vjen Ziçishti, që mund të shijosh serenatat pasaj dhe e kështu me radhë. Shumë afër me fshatin Ziçisht, 4 km, 5 km diçka. I braktisur i tërë ky? Totalisht. Këtu? Asnjë banor. Këtu jemi në zonën e mos gabojnë këtu do të jemi në zonën e vakafeve. Pra pjesa e Trebickës, pjesa Potreska, Trebicka, pjesa. Po. Edhe është një zonë e bukur dhe me histori. E cila është edhe ajo autentike, të shikosh Trebickën, të paktën që e kam parë unë. E kam parë unë. Nuk është vetëm një peizazh i bukur, ajo është një lloj gjendje. Sepse kalon osumi poshtë, shtëpitë janë prej guri komplet, ke një pjesë kur është Trebicka e vjetër, që janë ato shtëpitë e rënuara, dhe aty për shembull mund të kthesh dhe të investosh, mund të bësh një kamping, mund të bësh disa bujtina e kështu me radhë. Dhe është autentike e paprekur fare. Aty çdo gjë e ke bio. Çdo gjë është natyrë. Interesi. Duhet vëmendje për këtë. Na vetë banorët apo edhe nga? Por që të shkosh atje të shumë e vështirë. Është aventurë, e di, edhe për shkak. Është pothuajse e pamundur. Duhet kemi edhe diçka. Kur flasim për infrastrukturën, nuk do të kemi parasysh infrastrukturë tash për tegër. Do të kemi parasysh. Do ta ruajmë edhe atë. Do të kemi një infrastrukturë që një destinacion deri këtu shkon për të ofruar për ta takuar një fshat, por pjesa tjetër do jetë që ti ta takosh me biçikleta, takosh me këmbë, pse jo me kuaj. Turistët janë të gatshëm për të bërë ultimet me gjitha këto. Dhe këto duan. A të duan. Ecim, po këtu ku jemi? Këtu jemi tek kanjoni i Lengës, sa që folëm pak më sipër. Është një bukuri që kam qenë këtu me mikun tim Gani Bego. Po, me Gani un kam qenë edhe unë. Ne bashkëpunojmë vazhdimisht. Thash që qëllimi është për të gjithë rajonin, për të promovuar gjithë rajonin. Këtu jemi në kisha Shëmbitrit. Po të Kozhan mos gaboj, fshati nga kishat më të vjetra. Dhe vendi ku kanë lindur 2 zografë, 2 më të njohur, po më kujtoni emrat për momentin, tash mos gaboj, mos bëj lapsus. Një nga kishat më të vjetra është kishë shekuj të 10-11 mos gaboj. A është vendosur në guidat tona turistike këtë vend? Po duhet vendosur, duhet bërë pjesë. Një kishë e vogël, po sa interesante ty është ta shikosh brenda. Me për historinë që ka. Po patjetër. Ecim këtu? Këtu jemi duke ngjitur mbi Nikolicës, poshtë në këmbët e 2 udhëtarëve është burimi i Devollit dhe buron në rrënjët e një ahu, pemë ahu, shumë i bukur, shumë interesant. Ne kemi propozuar të bëhet monument natyre që të mbrohet. Dhe si përgjitesh në Badarosh, quhet maja e malit ku ndan Vargmalin e Moravës me qafën e Kazanit dhe Gramozin. E gjithë shtegu është pyje, pishe dhe ahu, derisa ngjitesh lart në majat alpine dhe ke një pamje pastaj fantastike dhe mbreslense. Ecim. Ujvara e Sinicës, Vala e Madhe, e cila edhe kjo është, edhe këtu jemi në Badarosh, këtu është ngjitja pjesa e pullotës alpine, po këtu është ecje dimërore, ngjitja alpine dimërore, me ekipin, me grupin.
Këtu jemi tek burimi i Osumit, në Vidkuq. Për të shkuar deri këtu është një kanion i gjatë që vetëm pak banorët e Vidkuqit e dinin, por të tjerë nuk e dinin. Është një kanion, këtë e quanin shpella e Pëllumbit, qafa e Bredhit. Sipër kësaj ka qenë shtëpia e Naumëve Qilarzit, prandaj quhet edhe qafa e Bredhit. Shtëpi që se kemi. Nuk e kemi. Kemi vetëm një plakat që është në rrugë. Sipër në rrugë, aty poshtë rrugës ku shkon për në Vidkuq është ky kanioni që shkon deri tek ky destinacioni këtu ku është burimi i Osumit. Me 10 herë kam kaluar për të shkuar në shtyllë dhe unë, ajo plakë më ka bërë përshtypje. Kam pyetur për shtëpinë e Naumëve Qilarzit dhe nuk ekziston, por nuk e dihen se si për këtij vendi kaq të bukur pas ka qenë shtëpia e njeriu të abetarës pa shqipe. Prandaj kemi i quajtur dhe udha e shkronjave Vidkuq Voskopoj, sepse që nga shtyp shkronja e Voskopojës, akademia, rilinda si Naumëve Qilarzit dhe menduan që udha e shkronjave udhë për të bërë. E keni futur në guidën tuaj dhe keni të promovuar. Vullnetarisht e kemi markuar dhe mund të vizitohet lehtësisht edhe nga çdo udhëtar në mënyrë private, pa guid, pa pasur nevojën e guidës. Ecim këtu ku jemi? Tu jemi në Valamar. Ja, liçenet e Valamarës janë 13 liçene, dhe bukur është këtu sepse kemi miq nga Struga, nga Shkupi, ne nga Kosha, nga Firika kemi pasur këtu dhe janë mrekulluar. Pra edhe bashkëpunimi nuk ka qenë vetëm midis rajonit ton, po jemi përpjekur të shtrimit të komunikojmë, të bashkëpunojmë edhe me grupe të tjera si motrat tona në vendet qinj. Ecim. Ky është Ostrovica. Edhe kjo një ngjitë e shkurtë, mos gaboj dimërore. Këtu jemi në Bozdovec, shkëmbja i Dutit i thon. Ky është kanioni që po të flisja që çon tek burimi i Osumit. Është gati, mos gaboj, nuk e egzagerojmë se ndër 150 apo gati 200 metra një kanion i ngushtë fare, që ti duhet të ecësh vetëm nëpërmjet këtë rrjedhën e këtij lumi dhe kur e kemi eksploruar, e kemi zbuluar, jemi mrekulluar vërtet. Është edhe një kanion tjetër, nuk e di ndoshta mund të jetë në setin e fotove. Këtu është jemi në drejt Bozdovecit këtu, në një ecje dimërore. Kemi qenë një grup vërtet shumë i madh këtu. Po, regjia, këtu jemi Podkozhan. Këtë shtëpi duhet mbajmë ne. Këtë mund ta kthejmë në një dhe brenda të jetë modeli i gjyshit, i stërgjyshit, pa saltanete, pa modernitet. Të jetë ashtu, pa saltanete, modeli i gjyshit. Po sepse nuk e do turisti. Unë po them atë që më ka thënë turisti. Turisti thotë unë vi për luks, shkoj në Dubai. Po. Unë dua këtë. Atëherë më jep këtë eksperiencë, këtë përvojë. Atëherë ne duhet t'japim këtë që jemi. Prandaj them duhet jemi të vërtetë, jo të shtirem, jo të jemi hipokrit. Edhe të mençur. Okej. Këtu jemi në Gërmenj. Sipër është një shteg i cili shkon në majën e Kamnikut, por i gjithë është i pyllëzuar dhe është një nga vendet për mua më atraktive të rajonit tonë. Regjia, të lutem sepse duket koha po na mbaron. Ky është burimi i Devollit. Fiks tek ajo pema aty buron Devolli, lumi i Devollit. Këtu është ama. Këtu nis Devolli. Aty nis se si edhe këtu jemi në zonën e vakafeve. Fiks në Trebick duke shkuar për Panaritësh këtu. Ky është Gramozi. Mali Gramozit. Kjo kishat e Vidkuqit, është manastiri i Shëmpjetrit dhe Shëmpalit. Pas restaurimit, rekonstruksionit, apo? Jo, besoj është pak më përpara. Kjo është kisha e Tudasit, e Muzakajve nga jashtë, ajo që pak më parë ishte afreskët nga brenda saj. Strish në liçenet e Valamarës, ata janë robujt dhe mendoj të kishte sa më shumë robuj, sepse ne kemi bërë edhe ca dëme natyrës, jo pak, po shumë dëme. Një liçen në mal i rrethuar nga robujt, nga pyjet e robujt. Nuk ka të paguar pastaj. Ecim, po këtu është Guricapit. Këtu jemi në Badarosh, sipër Nikolicës. Liçeni i Gramozit. Ky është tjetër bukuri. Është liçeni alpin ose liçeni akunajon më i lartë. Shkon deri në nivelet 2400 metra mbi nivelin e detit. 2400 metra mbi nivelin. Eksaktësisht do të jetë 2350, po afërsisht 2400 metra. Jemi pothuajse në maj të malit të Gramozit? Jo, pothuajse. Po, pra jemi pothuajse në maj, ai është më lart. Maja është diku më në horizont që shohim neve dhe është 2523 metër çuka e Peçit. Fotoja që doli pak më parë, regjia mund ta këtu jemi në Tresk. Dhe fatkeqësisht na ka rënë kisha e Treskës, shikojmë rënojat në cepë, është kishë 300 vjeçare e cila ishte rënuar. Pikërisht për këtë po them që ne do t'i mbajmë dhe të kemi kujdes. 300-400 vjeçare.
Është kishe Treskës. Apel për drejtorinë rajonale të monumenteve të kulturës. Sepse në qoftë se duam të zhvillojmë turizmin, kur kemi natyrë, kur ke edhe Ka kulturë, objekte të kultit. ti ke çfarë ofron. Ke çfarë ofron. Nuk ke vetë thjesht ai me në natyrë, por në natyrë do shikosh një kishë 400 vjeçare dhe bizantine. Ecim. Edhe në Katundësh një kishë tjetër po 400 vjeçare. Këtu jemi në Tuminec, vija kufitare, këtu është vija kufitare midis Maqedonisë Veriut në një anë dhe Shqipëria në anën tjetër. E kemi quajtur shtegu I klonit këtë, sepse aty ka kaluar kloni. E qartë. Komunizmi dhe gjithmonë është atraktive se kur të vjen turistët dhe pyesin ç'është turistët, kloni dhe kur ç'është shpjegon kloni, ti lidhet edhe me historinë e komunizmit. Po? Ky është shtegu për në liçenjat e Lukovës. Ka qenë një ditë me shi dhe ka qenë një grup vërtet shumë I madh, po e kemi shjuar shumë. Vazhdojmë, se nuk kemi kohë, ë? Këtu jemi në Shipsk, ura e Shipskës, Shipsk Voskopoj. Ka filluar të ketë I interes edhe për Shqipskën, sepse edhe vetë banorët e këtij fshati që ishin larguar kanë filluar të rikthehen. Unë mendoj kështu, në qoftë se zhvillohet shumë turizmi në Voskopoj, kush do ta marrë? Do ta marrë Shipska, do ta marrë Vitkuqi, do ta marrë Bleka siç është më Tuda siç është mande. Para nuk do të qëndrojmë vetëm të kufizuar Voskopoja dhe ktheu. Po themi Voskopoja, po çfarë ka për te Voskopoja dhe si lidhet Voskopoja rreth Shiro edhe një se nuk po ta më fol. Po kthesha I kisha ra shtegut të karvaneve nga Voskopoja, nga kisha e shën prodromit për të shkuar në thuaj fshatit sepse e kishin të ura në Shipsk. Dhe nuk e kisha bërë në njëherë isha bashkë me bashkëshorten. Në momentin që po kthesha, shikoj një djalë, po kjo më bet para 10 vjetësh ndoshta, dhe shkoj një djalë me një flamur në dorë që duket kishte karvanin e turistëve të huaj nga mrapa. Unë ndjeva mirë dhe me njëherë nxora telefonin dhe po bëj një foto dhe video për shkak të lajmit. E pyet zotrin dhe më tha jam nga Voskopi. Po çfarë si ka I thash? Me vjen shumë mirë që ti je. Pra nuk ishte nga Voskopoja nga këto operatorët turistik që mund t'i ofronte krahas drekës, mund t'i ofronte edhe këtë gujt sa do të vogël. Po tha, unë tha vazhdimisht vi këtu, tha kur ka turista ju ofrojnë, sepse Voskopoja nuk është vetëm brenda fshatit, me kishat që ka. 2 turist vendas me pyetën, e pam kishën e Shënkollit, e pam kishën e Shënmërisë, e pam edhe Shënthanasin, po çfarë ka tjetër më shumë Voskopoja? Uzura ngushtë. Operatorët duhet ta bëjnë këtë. Pikërisht pra. Në rregull? Pikërisht. Pra, këtu jemi në Strelc të Gorës. Ka filluar madje pash një Ka filluar bujtinat e para dhe shërbimet e para turistike. Strelca, po ta shikosh duket pak a shumë si një fshat zviceran. Ka disa shkëmbing, kështu që është vendosur disa lagje. Thash, nuk e njohim shumë mirë vendin, më vjen keq për këtë. Nuk e njohim shumë mirë vendin, çfarë vendi kemi. Elsel dua të ndaloj. Shkurt. A jemi të mençur siç thua ti dhe të thjesht në turizëm për ta bërë ashtu siç kërkohet nga turistët huaj? Neve I kemi kapacitetet, I kemi edhe njerëzit e mençur, mund të bëjmë gjëra të mira, por ne duhet të vendosim përpara këta të mençurit dhe këta të mirët që vërtet duan ta bëjnë. Duhet kemi diçka parasysh. Duhet I bëjmë pyetjen vetes. Do bëjmë turizëm dhe si do ta bëjmë turizmin? Pyetja më e rëndësishme është si do ta bëjmë. Do ta bëjmë kulturor dhe natyror apo thjesht do bëjmë një tur kulturor brenda qytetit dhe të mjaftojmë me kaq. Nëse duam ta bëjmë, vetëm vullneti mungon, çdo gjë është e bëshme. Sa kërkuar është juglindja nga turistët huaj, e theksoj këtë? Po kërkohet më shumë. Po kërkohet më shumë. Nuk do të bëj orakullin as profetin, por në vitet që do të vinë do kemi kërkesa shumë të mëdha për rajonin e Juglindjes. Po kthehet vëmendja. Ajo që më bën përshtypje janë duke ardhur shumë turistë nga Evropa Perëndimore. Kur them nga Evropa Perëndimore, po them nga baza e kësaj Evrope. Janë duke ardhur turistë anglez, turistë gjerman, turistë francez, turistë austriak, turistë zviceran, pra janë duke ardhur holandez, janë duke ardhur shumë. Janë duke ardhur shumë. Kjo ka ardhur edhe një herë, sepse ata kërkojnë më shumë trashëgiminë e kulturës, jetesën tonë, kërkojnë arkeologjinë, historinë, po përmenda këtu, apo I kërkojnë të gjitha dhe rajoni tonë I ka të gjitha këto. Pikërisht për këtë. Pse janë të specifikuar pikërisht këtu? Po sepse ky rajon është I pa eksploruar, I pa zbuluar akoma. Ata e kanë zbuluar, kanë shkuar në Butrin, e kanë parë Beratin, kanë parë Gjirokastrën, kanë parë Pollonin, e kështu me radhë. Ata duan ky cepi këtu, që ne thjesht kaluam mirë kur erdhëm dikur, ose ma rekomandoj, çfarë ka, çfarë fshe. Dhe hapas hapi ne duhet pikërisht të bëjmë një promovim shumë të mirë të këtyre pjesëve. Të tregojmë kush jemi. Ju thatë nga Europa Perëndimore, po unë po ju them që po vjen shumë nga Amerika, Shtetet Bashkuara të Amerikës. Turistë,
turista apo stafat nga Shtetet Bashkuara të Amerikës për të vizituar vendin tonë. Edhe erojnë në Juglindjes. Si duket kemi shumë korçar dhe pogradecar. Brenda 5 vjetëve si do jetë Juglindja? Unë do ketë një fluks që nuk e di si do kam frikë se mos na hyj viti në qef. Dhe do kemi kapacitete akomoduese? Kam frikë se do na hyj viti në qef dhe pastaj do nuk ma thuaj pak më pak më troç është se kur ne filluam të kishim një boom turizmi, po them për qytetin e Korçës, gabuam rritjen e çmimeve, abuzuam një çik, e tepruam çik na hyri vetja në qef. Si thoni ju shkodranët, kur të vetja në qef është mallkim. Dhe si duket na hyri pak vetja në qef. Dhe kam frikë se ndoshta kjo që po vin turist dhe ka turist, dhe mos e ka, do na hyri vetja në qef dhe do ta kemi për 5 vjet, për 10 vjet dhe pastaj do kthejmë. A ja kemi dalë për ta shtri turizmin? Jo, duhet akoma punë. Duhet akoma punë. Ersel, të faleminderit shumë që ishim. Faleminderit, ishte kënaqësi. Faleminderit për mençurinë që tregove sot në emisionin. Faleminderit shumë, e vlerësoj. Je nga të vetmit që kemi shtyr çdo limit të programit ton, të kohës të planifikuar për emisionin Konak. Faleminderit. Faleminderit pafund, ndjeva shumë mirë që kemi fol kaq dashnisht për turizmin dhe vlerat e turizmit në Juglindje të vendit. Faleminderit pafund. Faleminderit juve. Këtu pra kemi përfunduar edhe për sonte emisionin Konak. Sonte ishim në Konak në këtë emision të drejt për drejt nga televizioni Sot 7 me pedagogun e Universitetit Fanoli të Korçës, Ersel Kalema. Jam ndjer shumë mirë për informacionin që ai ka paraqitur për ju, pra që ishit pranishëm me ne, për mençurinë, me mënyrën se ka treguar, dhe ajo që më ka befasuar ishte njohja që kishte për gjithë Juglindjen e vendit dhe zonat më të bukura. Në 5 vitet që vinë, Ersel Kalemaj tha se Juglindja vendit do jetë shumë e kërkuar nga turistët vendas dhe të huaj në veçanti. Por kishte një këshill. Mos na hyj vetja në qef. Duhet punojmë thjesht dhe me mençuri. Nga unë Toni Froku, natën e mirë.